O Edo, ta bëra disdje, edhe ty, edhe Lulzimit. Faktikisht e dija që ti s'do më përgjigjesh sepse ta paralajmërova këtë gjë dhe jam I sigurt dhe I qartë që ti e ke me plan çdo gjë, ti flet me shoqnin. Dhe megjithatë nuk më zhgënjeu Luli. Luli yt I dashur, nuk më zhgënjeu sepse mënyra se si ai u përgjigj ishte e njëjta që përdor prej shumë vitesh edhe ti, edhe Saliu, edhe Likja, pra nëpërmjet call centrave, nëpërmjet atyre që unë I quaj brejtësit anonim virtual. Dhe dish më thonin këta brejtësit anonim virtual të call centrave të Lulit, më thonin që unë po kërkoj vëmendje, më thonin që unë jam si ujku I Shiakut apo ujku I Cerrikut, se unë jam delirant, që po kërkoj të tërheq vëmendjen e publikut dhe të juve, njerëzve të mëdhenj, të Olimpit shqiptar. Dhe po mendoja, por si është e mundur më që në këtë vend ti edhe vëmendjen e ke kthyer në ilegjitime nëse nuk jepet me tenderim publik nga kryeministri. Por ku është e keqja që një njeri të kërkoj vëmendje? Ku është shkelja e ligjit, ku është shkelja morale, ku është shkelja etike, ku është lajthitja të kërkosh vëmendje për çështje që ti konsideron me rëndësi, për ide që ti konsideron të vlefshme, për diskutime apo për debate që ti mendon se I vlejnë publikut, apo se I vlejnë tek e fundit edhe atyre njerëzve që të duan ta marrin konsiderat atë që thua ti dhe që ti mendon. Ku është e keqja? Apo çdo gjë në këtë vend, edhe vëmendja, edhe faktorizimi, edhe loja, edhe roli duhet të jenë me tenderim publik nga kryeministri. Pra ti me tenderim publik përcakton edhe se kush është lideri I opozitës, edhe se kush është dislideri I opozitës, edhe se kush janë partitë e reja dhe kush janë partitë që vlejnë dhe ato që s'vlejnë, edhe kush janë lojtarët të cilët hyjnë në fushë me të gjithë kavalierinë e analistëve, mediave, gazetarëve, opinionistëve, anketuesve, sondazhistëve, dhe kush duhet jetë I dënuar me harres. Pra çdo gjë në këtë vend do të bëhet me prokurim të drejtë për drejtë nga kryeministri apo me tenderim publik po nga kryeministri. E kupton ku e ke katandisur këtë vend, o Edo? Megjithatë, ti vazhdoje lojën me Lulin tënd të gëzuar. Sepse ja ke dalë mban. Jam I sigurt që je I lumtur dhe po e shijon ndërsa e sheh Sali Berishën që bën fushat për të qenë gjiganti mes të liputëve, ndërkohë që në lojën e vërtetë është xhuri që s'rritet më. Jam I sigurt që ti e shijon lojën kur e ke bërë Lulin që të kthehet në klonim të Gjergj Lucës, pra të Lucës. Pra Luli është bërë si Luci I gëzuar. Lucëzimi po të zvendçon edhe një gjë tjetër që ti e ke pas të domosdoshme. Kur nise Vallën Kuqezi e nise me koncerte me Noizin. Tani nuk të duhet më as Noizi se ke bërë 3-2 Lulin. Pra ti tani nuk ke nevojë më për koncerte me Noizin, mjafton që të bësh dise me lucëzimin tënd. Vazhdoni, talluni, luani, qeshni me këtë vend, talluni me këta qytetar, çojeni deri në fund këtë mashtrimin tuaj të madh, cirkun tuaj të madh, këtë palaçojadën tuaj skandaloze, këtë maskaradë që po bëni me zgjedhjet e 11 majit, sepse unë jam shumë I sigurt që 12 maj do të jetë dita kur shqiptarët do të arrijnë ta shohin të vërtetën që unë po e paralajmëroj prej kohësh. Por unë mund të jem askushi, pak rëndësi ka kjo. Në këtë vend nuk duhet të jesh dikushi për të gjëra të drejta. Por unë mos kem asnjë lloj rëndësie, asnjë lloj peshe publike. E ç'ngre kjo në argument. Ama pyetjen ta bëj si qytetar, edhe një prind I vetmuar, po t'jem. Edhe një qytetar I vetmuar, po t'jem. Edhe një qytetar I shqetësuar, po t'jem, unë prapë po ta përsëris.
ndërsa bën dise me lutëzimin tënd, me lutësin e gëzuar tëndin, a mund më shpjegosh edhe njëherë, cila është teza jote për antarësimin e shpejt të Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Pra e ke menduar efektin afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë të kësaj teze për çështjen tonë kombëtare dhe për aspiratën tonë kombëtare? A e ke menduar që teza jote e ngutshme për antarësimin evropian e çon ndoshta me shpejtësi, nëse është e vërtet dhe nëse ka bazë vërtet dhe nuk është vetëm një lojë elektorale e ulët, por nëse ka një bazë të vërtet, e çon flamurin kuqezi në Bruksel, por e shkul nga Prishtina. A shkon krah për krah me tezën kosovariste që po lind dhe po merr krah dhe forcë në Prishtinë? Pra po shkojmë drejt një ndarjeje graduale, drejt një shkëputjeje graduale si kom? Pra është antarësimi në Bashkimin Evropian një çmim për të shitur gjysmën tonë të kombit dhe për të shitur aspiratën tonë kombëtare për bashkim? Unë duaj që këto pyetje ti marrësh seriozisht, sepse unë do t'i shkruaj, do t'i flas çdo ditë derisa të marr një përgjigje prej teje. Po, ne jemi për Bashkimin Evropian, patjetër që jemi për aspiratën dhe ëndrrën tonë që shqiptarët jenë në familjen evropiane sikurse na takon, sepse është ëndra e shekujve për shqiptarët. Por nga ana tjetër, ne duam të jemi bashkë dhe ne nuk duam që Bashkimi Evropian të ketë si çmim lëshimin e Kosovës apo shkëputjen nga aspirata jonë kombëtare për bashkësi ndër shqiptarët. Edi, fala Lucit dhe nëse mundeni përgjigjuni vetë me zë dhe figurë. Unë jam Marian Galdini dhe ja ku jam këtu me zë dhe figurë. Mjaft më me mi dhe me brejtësa anonim virtual, mjaft më me call centrat dhe me trollat, se jo për gjë, po sa po keni firmosur në KQZ edhe kodin e etikës që duhet të hiqni dorë nga këto metodikat e vjetra skandaloze me trolla dhe me sharës anonim. Kaq po them, vazhdojmë prapë.